Unë gjithmonë e kom dash televizorin, krejt e din, ata që më këshyrin edhe... Unë gjithmonë kom pas qef me pas një emision edhe pse e kom provu, Dilara, nuk është se kom provu, nuk ka hec edhe kur gjë kërkujna. Kom qef me nejt në për media, më përfull sa ma shumë. Qysh ja del me menagju këtë pjesën me u përfolë sa ma shumë, se realisht duhet me qenë dosha dhe psikikisht gëgja, e përgaditur mirë të e pas parasysh që ne e dim që të ne zakonisht edhe para gjykohen, edhe komentohen gëgja shumë në përjetës sociale, pastaj videot. Qyre, ja dal, se zakonisht të ne bëj një pauzë shkurt, edhe kur dal ma zane njerës veç kanë qef me më në për... Tash nuk po thom që s'kam edhe hejtira, që s'kan qef heq. Po, nuk e di, janë mësu me mu, edhe kur i kom pas serialin për shembull, të zyre për punësim që i kom pas Emri Miss Dubai, jam bullizu shumë. Por fillim e kam prit shumë çuditshëm, nuk e di pse, po kur e bona një pauzë shkurt, e pash që janë të më kërku se u mësun me atë aktrimin që bëjon, edhe e pan që nuk është diçka reale, është thjesht një si lloj shfaqe ose diçka që na po dojmë juve me ushtim e kesh. Tash nashta dhe do pjesë janë të vërteta, po nuk është që... Edhe jo aktorët mendoj që mundoheni paka shumë me qit një realitet për mes asaj, po që e ktheni pastaj edhe në sarkazm, e kombinoni bashkë me humorin edhe me gjithë çka tjetër. E kthejmë, po a din qysh, unë jam shumë e knasht që nuk më manin ma, din se u lodha ma me ato qëre njerësh kur të shohin mirë, mos prej që kanë me full mirë. Fiks. Po edhe nëse s'flasin pak diçka, do më thonë s'është diçka në rregull, a? Nëse s'flasin heq, nuk është në rregull heq. Po, qëre, kjo jeta jo në media është pak probleme. Edhe si për lidhje, edhe si për jetë. Ka njëherë kem pun, ka njëherë s'kem pun. Atë ka ndikun këtë aspektin e personales? Normal. Kjo pjesa në media, në seriale, prezente si opinioniste, analiste, pasaj edhe e provove dhe një reality show, atë ka ndikun jetën personale, a e shohin njerëz tashmë ndryshe, këtë rast djemt? Besoj që po, normal, se ata që jetojnë me në atë kohë e kanë shumë problem, po është problem. është problem edhe sot me gjetë njërin e duhur, njërin që ta respekton punën, njërin që ta don qatë profesion që don te, a? Po. Shtu që Dilara nuk kena nevoj mi qitë krejt, tash në varet pej tepsis, nëse e bani tepsit madhe, duhet një 3-4 patligjana, mi coptu të vogla, një 2 kompira edhe lule lakna. Po nëse është një tenxhere e vogël për 3-4 vet, 5 vet, zakonisht i bojmë pak më pak. Në rregull, ne përbojmë ta për 3-4 vet. Po. Edhe që shkesh të thonë, single, ja, une? Single, ja. Kështu që po. Tash, kur eshe dikush të pjesë që din me gatu me siguri, një plus shkon atje. Duna me boj edhe une, tash, nëse ju pëlqen, e bëj edhe unë si ai Ljabi Big Brother. E bëj ushqimin në shpe. Po, se nuk e marrë ofër zemrës këtë pjesë shumë. Unë ka njerë thëmë që është të shkrume. Njeri du të me dosh për qëto që je, jo që full halku. Tash halku nuk full mirë, a i jotis të full mirë e lemo në tjetër kush. Kështu që unë e jam fokusu në karierë, bëllë e kom pas një lidhje 7 vjetë gati, që e kom lanë vetëm rapa, nuk isha pas qef Kjo ka kalu kohë më herët. Me idal jashtë andraft mija, me lanë vetën, edhe mos mi arrit. Ke dasht me lanë vetën, dështë mu fokusua, të shtë kërku pak a shumë kja. Se e dim që ndonjëherë të tjerët nuk mundën dështë edhe me përbalu shumë këtë pjesën e të qenurit e zonja e vetës që thojnë, ose diçka t'il. Jo, më është kërku se ta është gjelezia. Kur dashurohësh, qërohësh. Shtë që se po marim mësysh. A je pishman për diçka nga e kalim janura? Po normal që jam pishman se e kom lanë vetën shumë anash, edhe ku me ditë ku isha kambre sot, nuk e di. Kom pas andra shumë të mdhaja,